të vdekurit tanë, Zoti mëshiroft, janë mbyllur regjistrat e veprave të tyre. E vetmja gjë që mund t'i mbaj gjallë, le të themi, regjistrat e veprave të tyre, apo mund t'ju bëj dobi atyre mas vdekjes, janë pikërisht lutjet tona, kërkimi falje jon, pra istighfari jon për ata, dhënia sadakas për shpirtin e tyre, bërja e veprave të mira në emrin e tyre, pra me qëllimin që të shkojë sevapi dhe shpërblimi i tyre. Pejgamberi alayhis salam tregon, për shembull, thotë, kur dikush lutet për prindin e tij ose i kërkon falje Zotit për prindin e tij, Zoti i Madh mëshiron dhe e fal atë njeri në atë botë dhe ja ndryshon statusin që ai ka, do të thonë në një status më të mirë. Dhe në momentin që i ndodh kjo gjë të vdekurit në botën tjetër, ai pyet: "O Zot, po kjo nga më erdhi?" E Zoti i thotë: "Se biri yt në atë botë po lutet për ty, biri yt në atë botë po jep për ty, biri yt në atë botë." Pra, sistemi ne kemi një mundësi për të pas një kontakt me të vdekurit tanë, e cila është lutja jon, lëmosha jon për të varfrit, po me niyetën, kjo është shumë e rëndësishme, me qëllimin që sevapi dhe shpërblimi t'i shkojë prindit ton, apo të dashurit ton, apo çdo lloj njeriu tjetër. Pa, nëse ne bëjmë një vepër të mirë në këto 10 net, edhe atij i shkon shpërblimi, merr mend për shembull, të japsh ti një sadaka në natën e Kadrit për prindin tënd, atij i shkon shpërblimi, sikur kjo sadaka është dhënë 83 vjet pa pushim.